BB13 presents 13 minuta për 13-shin. Iku ora e fundit e unë për kujdej të parën. Ator ku kujdestari konfirmon të emra tanë. E ne shikonim njëri tjetrin në sy si me inat. Askush nuk mendoj se gjithë ajo klas një ditë do të jemi një trup i vetëm. Njaftoj një muaj që të njihemi dhe të hymë në një kapitull të ri që sot po përfundon. Sa shpejt ikën këto 3 vite, por sa të gjata ishin. Sa e qeshura, sa biseda, sa dashuri e lumturi kishim. Të gjitha i mori kjo natë. E atëherë kur u bëm si një familje ku e nesër mja ishte largët për t'u parë, një ditë morim lajmin që kujdestari jonë do mungonte për një kohë jo të shkurtër. Ditët vazhdonin, por jo me haren e dikurshme. E në fund sa për t'u gëzuar, erdhi kujdestari për foton e klasës që mbeti kujtim për klasën e 10. Erdhi klasa 11. Erdhi dhe kujdestari. Ndryshoi dhe klasa, ndryshuam dhe ne, e të mallëngjyer nga koha që s'ishim parë duke u përshëndetur me përqafime, filloi edhe ai vit. Shumë surpriza, shumë ditëlindje, ditë me gëzime, madje shkuam edhe në finale në garat sportive, ku pas çdo loje festonin, si të ishte ndeshje kampionale. Vinte edhe koha për të pyetur me profesorët që ishte privilegj i madh që mbani mësim me ta. Kishte edhe mungesa, kishte edhe gabime dhe qortime që dikur spajtoheshim me to. Koha kalonte, kaloi edhe ky vit. E përfundoi me ditëlindjen e lindit për ta përmbyllur ashtu siç të gjithë do kenë dëshirë. Klasa e 12. Të gjithë duke pritur fillimin, të gjithë me entuziazëm të madh, të organizuar në çdo orë, në çdo ditë. Bëm madje edhe këngë që një ditë të kujtojmë vitet tona. Ato lokale që sot, edhe pse janë ndoshta bosh, janë të ngarkuar me përcjellje. E momi ty. Zhurmën e të qeshura tona. Ditëlindjet ishin ditët më të organizuara, si ditëlindja e Argjendit dhe Durimit, që sot më duket sikur ndëgjoj tingujt e tupanave. Nuk lam as dhe një minutë që të shkonte huq. E përfundimi me profesorët ishte si të ndahemi me ndonjë nga familjarët tanë. Notonim në oqeanin e pafund të lumturisë të gëzuar, e valet ishin hallet që ndonjëherë na ndryshonin drejtimin e kësaj rruge.
që sot i erdhëm në fund. Ishin të gjithë në anijen e klasës 12-13, duke kaluar në përfortuna, por s'kishte asgjë që na ndalonte, e marinari kësaj anije ishte kujdestari jonë. Për herë të fundit, dëgjoj zilën që dikur me si pritnim të vinte. Dëgjoj zërin e shoqërisë, duke dalur nga shkolla, që ngjante si një tuv bletësh. E duke dalur i fundit, le pas shkallët që rrahnim, ore minut. Lam prapa dhe ato banka që nuk menduam asnjëherë se do ndahemi nga to. Ata belë të pastruar që figuronin shkronja të arta nga një personazh që mbante syze. E me gjithë vullnetin dhe dëshiren që kishte, shprehte dituri e dashuri ndaj nesh. Të lumtur na bënin fjalët që ne ndanim me të. E gjithë lumturinë e kishte fjala kujdestar, që nuk do dalmë nga goja jonë. Vitet shkuan e me vete morën gjithë thesarin e ditëve tona, por la një uniform të vetme, mbështjellur me kujtimet e asaj jete. I ora a fundit, e më duket se kanë kaluar vite pa u parë. Ne u ndam, por jo dhe zemrat tona, që ishin të lidhura si një litar që përshkronte tintët e lumturisë. Disa janë me lot në sy, disa festojnë dhe sot. E shikojnë njëri tjetrin sy, po s'dalin fjalë nga goja dot. E sot, ecën për këtë rrugën i shtruar me gur të vegjël. Ngre kokën nga poshtë lart dhe shikoj rrugën. Sa gjatë më duket ajo. Ndoshta, mu sikurse kjo e imja që do të marrë tani e tutje. Përsëri ecë në për të. Shputat e këmbëve shtypin këta gurët e vegjël. Dhe lëngjurëm, sikurse këto 3 vite që do të lëngjurëm të pashlyeshme në jetën time. Hapi e mbyll syt. Dhe përsëri më kap dëshira për të kthyer në kohën kur filluam
kur fytyrat dhe zërat e të gjithëve ishin të huaj për njëri tjetrin. Ndoshta, kur ndonjëherë të shpletoj fluturët, do të më kap malli, do të më bëj të ulem në një qoshe të dhomës, të mendoj për kohën që kaluam dhe sytë e kulotur që do të shohim për teja sa edhe ume. Ata do të kërkojnë sytë dhe fytyrat e qeshura të shokve e të shoqeve në klasën që ndonjëherë me zimbante zhurmën tonë. Një rrugë pak tim e janë të festojnë deri në gim. Kjo ndoje jona s'pas është më tim, ku ta gjej miloqin që në kokën tim. Kujtestar, mos ka me pas as vullnetar që del më ndras. S'ke me shku, ma mas mësimit si dikur me pi me klas. S'ki mu vënu, ma për shkoll, ki me kalu lirish kësaj dere. As kush ma s'ka me pengu, derën qel do e mbajnë saj here, se e din që po shko. Jam të mirë bak